që po arrohet e vetë një deg e aleancës, ose komunë, ku aleanca ka pas rritje në raport me zgjedhjet nacionale të tashme të më hershme, është klina. E vetë një deg në këtë nivel të vend Kosovës ku kemi rritje o klina, në klinë çmohet shumë profesori Zenon Elezi, është një intelektual, është një punëtor, është një njeri i përgjithshëm, i reflektueshëm. Besoni ai ka një profil të mirë, edhe unë mendoj që ai ka me fituar në pas shtetarë klinë, se din kush është profesor doktor Zenon Elezi, shumë që atyre e vlerësojnë qeverisje. Si e interpretoni këtë dallimin e nivelit lokal me nivelin nacional, në fakt, në votën e përgjithshme, por sidomos për AK-n? Mendoj që fati kryetarëve tonë është se kanë pas mundësi me dëshmu cila shkolla qeverisja e aleancës. Ne nuk e kemi fitu këtë drejtë ndonjëherë a nivel nacional. Se çdo është si bashkëqeverisje, si edhe kur kam udhëhequr qeveri, kam qenë pakis në qeverinë time, ndërsa në nivel të komunave tamam shihet shkolla e pastër e aleancës, si qeverisja e aleancës me ndeshmëri të përgjithshëm, si kryen punët dhe obligimet ndaj qytetarëve, tashom Ismail Latifi është një model i kryetarit ndershëm, i kryetarit punëtor, i qeverisjes së mirë. Nuk e thon vetëm se janë të aleancës, por besoj vlerësojnë edhe kolegët dhe oponentët dhe gjithë tjerë i vlerësojnë për fund. E din, pra që po them ashtu, aleanca në nivel komunal, vërtet është një shkollë qeverisje në vete, e mirë. Ku presin të befasoni, po syre komunave ku realisht garoni për mandat të ri? Po, është shumë e mirë gara në Prishtinë, Beka po bën një punë të mirë, Beka e bën, edhe unë besoj që kam u vlerësu për qytetarëve të Prishtinës se shohin që Beka vërtet mund zgjidhë problemet, nuk dorëzohet para problemeve, nuk nënshtrohet. Kemi një punë të mirë që po bën Beshnikun Prizren, Fatonin e Kamenic, shumë tjerë pra në manë Kosovës, Vildania këtu në fushë Kosovë, ka një dinamik të mirë, Hafizja, se i kemi 3 zonja që garojnë, Hafizja nga Qanik e ka përmirësu gjendjen, po nështë ndryshimet më të maja mund të pritet një nik në Pej, në Ishtog, po që edhe në Malishev, kemi një situatë të re me Enver Hoti, një gjendje shumë ndryshe, po shpresoj që aleanca në të zgjedhje do del me një rezultat shumë të mirë, edhe që një forcë politike vërtet e vlerësuar mirë në qeverisjen komunale.